Në shkollën e mesme teknike të Zetarisë, Recep Hajrizi dhe Nazme Gërbeshi nisën një miqësi që lindi qysh në rininë e hershme. Ishin ato vitet ku ndonin ëndrat dhe ditët më të bukura të shkollës me njëri tjetrin. Më pas jeta i çoi në drejtime të ndryshme. Vitet kaluan, rrugët u ndon dhe koha bëri të vetën. Për kujtimet e asaj kohe mbetën të palëkundura. Vitet e 67-a, e kemi fillu shkollën e mesme të Zetarisë. Nazmiu ka qenë një gjenerat para mirë, po veç dy gjenerata kanë egzistuar, edhe ajo shkollë është mbyllë. Drejtimi ka qenë i Zetarisë. E në atë kohë, ka qenë gjendja ekonomike jo e mirë, sidomos për Gollakin, s'kemi pas mundësi edhe mu shkollue, o dash me gjithë mënyra. Ose në përmes një bursë, ose në përmes ndihmës në familjare. Edhe në atë kohë kemi ndigju që Trepça ndonë bursa për shkollimin e zehtarëve. Edhe gjenerata e parë ka qenë Nazmiu, 66-ën. Në 67-ën, gjenerata e dytë kom qenë, unë mirë, po na one e Gollakit thuja se njifmi edhe para prakisht, po edhe ma tutje, janë ato lidhjet, mirësie, shoqënie, këta djone, edhe i kemi qenë aja gjenerat e artë, pa thëmë gjenerat e artë, shokët pa ndashëm. Edhe aty tani kemi gjithë shoqëninë, unë me Nazmin, kemi pas edhe shumë shokë tjerë. Që shjo që s'mu këtohet, kur imi aty dhe kemë të këtëna, i ka pas një vjelinë, i rajke vjelinë se në knëshme, më i shkodër, më i mizore, këta dyvën e do kongë nacionaliste, atëherë në kongë bukur që thonë Kemi rezikue, po se kishme gajlën a heqë. Kujtimet më të bukra që nuk në shlyën kur e kemi përjetue, kohën e lirimit flamurit kombëtar. Vitet e 68-a, kanë shpërthy demonstratat në barë Kosovën, atëherë është kërkue flamuri, edhe në kërkue drejtet e shqiptarëve. Na, atëherë si adoleshent, po thamë 16 vjeqarë, aqë eufore kemi kanë që s'kemi po për rreziqe asë gjo, edhe pse i kishme atëherë disa fshatra, këtu ishin me Serbë, Greqanisë e sene, se ishtë edhe Nazmiu, këna ishme i kamë nacionaliste, Elbasani bukur, liberashtim, tani kjo fusha e Kosovë, se kështu të organizum. Edhe mos të arrëj, kemi marrë pjesë si në zonësat, herë nuk kemi pas transport mundësi për me marrë pjesë demonstrata, kemi shku kamë këtu. Në Matiqan, Emirate, Tokbasha, edhe ju kemi bashkan gjitur. Kjo është momenti ma i lumë të një jemi, që kërë kemi marrë lajmin mas demonstrata që flamuri kombëtar po lirohet. Ka pas gjitha lloje. Ka pas gjitha lloje. Edhe shka problem pak është puna njerëzit kur vinë pe fshatit për herë të parë mu integrua, edhe tash është një problem aty, ka temperamente, ka gjithçka. Mirë, po ka qëllu një jurte, i ka rahatu edhe ata tjerë. Dhe ju dëve cili ka qenë më problematik? Valla, jo, na... Unë këmë qenë ba problematik pak se i bësh atë do farë apajgara, do farë kongësën, do farë ati, po faleminderit edhe për atynë dhe më kanë desë shoqënia, më kanë desë shumë. Cili keni mësu ma shumë? Po ty jo, Regja kam shumë pak ma shumë. Ja, dishka po më respektojnë për shkak të muzike, se këmë pas pak një farë prioriteti. Ja, hajde për ditë shkollë, se ja, hajde këtu, ja, hajde atje. Ja, hajde sonte. Më ka dhonë pak privilegj, më kanë lazërush, më hënë pak më herë. Po, tyve. Pas 6 dekadash, ata u takuan sërish, plot emocion e biseda që i kthyen më njëherë aty ku dikur i lanë. Si kur koha të kishtë ndaluar dhe 65 vitet që kishin kaluar të zhdukën për një qast. Në opi kontorti se largohëm, ishme onër ishan maj modhi për antarët familjes, dhe shkemi punu me njërë në obërt, pele oshtërin, pa kur gjo, me majtë vlasnir, me... Une nuk i kumë haru shok, bile për kundra zi, i kam edhe shenimet, gjeneratës të me kretë emnat e mbjemnët. Shumë herë ma bojnë familjarët, bravo të ko që s'pe i harën shoshni, i moj menat qëllës fillore,
edhe të mesmes, edhe në fakultet, edhe në shoqni kuda që më konë. Edhe emnin e Nazmis nuk e këm shly se kë gëzën të unë një respekt t'ja është zakonshmë. E si mi taku me djemë, se t'ja është të tepër me tregu, unë e kisha një problem me një dritë. E kisha pru pej Zvicër, mu kishë dëmtuë. Edhe ma bojnë këtu familjartë, ja është një depo këtu një shqitore, ka në gjithë shpejt. Edhe në shkoj aty, kur shkoj djali i këtina, më thot, a ki atë luster, i thojmë na, thash, po e kom shpejt, thash, silma këtu, thash, mërama do në gjithë shpejt a regulloj. Edhe, njënë në shpejt e marrë ato, kur shkoj a djali i shkap, e mu një gosht, ja këputi kokën, edhe ajo e kishë pas një vrima i qilqi. Edhe vënojnë 2 anë të afroj, ja qiti do në gjithë shpejt, unë gjithë. Edhe tash, në pedi që është djali Nazmiut, venë në shpe, se unë e ku punohet në fabrikë cilindrave dyrve. Edhe të dalë për atyhit, e vodha me syrë në qëfar cilindri do të atina. Vim mrena këto në shpe, e gjoj cilindrin kuti, shkoj atje, kur shkoj, tha mama, jam një shraf sigerë se po më do të me bodi qka. Tha, qka je ka banë, thash, ti veç këshur qka baj. E marë e androj cilindrin edhe me kaqë. Kur mas një kohë, po më tregoj njerëzot, thot më bjam një ngërbeshe dhe ta ditë. Kujna janë? Kujna marë, thot Nazmis. Edhe pe aty kemi fillu kontaktin tjetër. Mos me harrue unë e këto, këj muë, një, e dyta. A ka ma mirë se me zatit shokën e mirë, shokën e klasës, shokën që e mas 65 vjetë. Ndërsa vitet vazhdojnë të ecin përpara, një gjë mbetet e pandryshuar, miqësia e tyre. Një miqësi që i rezistoi kohës dhe që do vazhdoj të shkruaj kujtime të reja, ashtu si dikur në bankat e shkollës. Pari, kur im shku në aty, kjo e ka dit pa ka shumë, edhe kemi fillun me arru edhe fizionomin e njëri tjetrit. Jemi afrua, kemi bo një shiqim kështu. Ko e vrejti që është zotin Nazmi? Nuk ka ndryshuar në fizionomi. Mosha e bënd vetën, po nuk ka ndryshuar as pak. Edhe aty mi përqafu, edhe tani atë natë kemi pas një muhabet në gratë, të i tregu ato rastet të asoj kohë, në demonstratave, këngë patriotike, rastet shumë ta kemi pas në atë kohë, deri se mi kanë në shkollë të mesme. Unë e Nazmisi dëshiroj jetë gjatë, të lumtur, shëndet në këtë plesëri që e ka, shumë mirë është, ndihet mirë, edhe inshallah se harrojmë njëri tjetrën edhe inshallah Zoti jap shëndetin e jetën, shëndetin, mas pari shëndetin, të na të gjitha.